nuancat që e bën këtë iniciativë të tij aq të diskutueshme? Në shumë çka, do të thotë, në shumë çka duhet me bë dallim substancial mes Trumpit që flet edhe veprave të tij. Unë mendoj, po jam shumë i sigurt që Trump në politikën e jashtme i ka disa arritje kolosale që s'ka mujtë me bë asnjë administrat, dhe unë mendoj që duhet me minut e para Iranin e ka neutralizu si rrezik ushtarak dhe si rrezik në për armatim nuklear dhe si hegemon regional i cili do të thotë ka luajtur një rol për spaku 2-3 dekada dhe sot mund të thuhet lirisht që në lindjen e mesme Kina dhe Rusia, që janë rival kryesor të shërbazit perëndimit, nuk kanë, do të thotë, ose kanë ndikim krejtësisht të papërfillshëm aty. E dyta, në hemisferën perëndimore e ka nxjerrë tërësisht prej lojë po ashtu Kinën dhe Rusin, të cilët kanë pas prezencë jashtëzakonshme këto 10-15 vite sot pak ne dim pezon për investimet kinezit që janë atje në pjesa asaj që është Rodern Belt initiative. E dyta, në çështjen quhe palestineze, ose quhe çështjen palestineze, e dini, ka pas një trend 60 vjet që është bazu në ndihma që thojnë në një fjalë popullore, thojnë madh gjogun dalldorin, do thotë këta anglisht thojnë from hand to mouth. Sot për nesër, qasja që është sot publike në lidhje me zgjidhjen e problemit, atje është krejtësisht e ndryshme nga çdo rezolut e asamblesë, çdo standard. Por, kur tha në fillim që nga e thëna në të bërë ka një dallim, mendoni se Trump më shumë thot se sa bën realisht, ka më shumë pompozitet në deklarime, pastaj vepra dallon. Që pezom tregtia transakcionale dhe për e marë se këtu debatit që zhvillohet, edhe këtu edhe jashtë, është që randi global po ndryshon edhe ka ndryshuar. Shikoni, randi, kur ndryshon randi global, simptomat e ndryshimit dhe fundit të tij në gjitha fazat e zhvillimit të shoqërisë njerëzore, kur nuk vrehen për një gjenerat. Është ajo bukur atij historianit amerikan, thotë kur u pa dhia në forumin Romak. Roma kishte 100 vjet që ishte zhduk, ishte fjalë për 407 dhe kishte fillu mesjeta. Do thotë edhe këtu ne flasim për tazomer në tregtin. Afërsisht njëjtë ka vepru Reagan dhe lider tjerë, deri në 90-ën, nuk ka deri në 90-ën, ai që quhet trade-based, tregtia që bazohet në rregulla, nuk ka qenë standard, ka qenë gatë desh 2000 kur është formuar organizata botërore të tregtisë, kanë qenë aranzhmane të cilat shtetet regionale në baza bilaterale, për shkak për çështje të zonë tekstilit, tarit ose kështu me radhë, ose në vitin në mesin e viteve 90 të shekullit kalum, kur ka bo Gregani Chrysler, kur ka bo, i ka thonë japonezëve, mos shtini mo makina këtu, mos na detyro për shembull tarifat se është ku. Edhe ose dollari kur është rrit çaq shumë me vendet e perëndimit e ka bo për me stabilizu. Këto marrëveshje kanë mundur të jenë më diskrete, tani Trump po komunikon ndryshe. Unë e di student kam qenë të zonë. Ne, çfarë është tash Trumpi, takti me cilin e thot është i ndryshëm, është pak autoritar? S'mund të thuash autoritar, do thotë ai përfaqëson një shtet që by default është i vetmi shtet në botë që ka ai po thot atë që dihet armatën më të fortë po thot në botë, se funi më pa armatë, kur vje puna nuk je askushi. E dyta, pasurinë më të madhe në botë. Dijen dhe kështu me pas lufta dytë botërore. Ai veç po i thot. Ato po i thot që tjetë nuk i kanë thonë, por është... Mënyra si po i thot është tërësisht jo diplomatike, profesor. është tërësisht jo diplomatike. Po i qetë në defanziv, për shani po para do ditëve për Britaninë heroj, vërtet ishte e që ditë nesmen
atin u tërhaq, ose për Grenlandën të azon. Do të flasim për gjitha pas pak për këtë kontestin ndërkombëtar. Shikoni, du të me marë për shumë çështjen e Grenlandës të azon. Për ato desha nga pas pak. aspekti geostrategjik. Por duat ju kthej edhe njerë të Kosova, më falë për ndërprerjen, por duat të ndaj në dy pjesë këtë bisedë. Fillimisht raportet tona me SHBA-n veçanti dhe BE-n, e pastaj do flasim edhe për këtë pjesën zhvillimet e mëdha globale që po ndodhin. Ne nuk kemi pasur as t'i flasim që sa kohë, por duat flas për pjesëmarrjen e Kosovës, të qenit pjesë themeltare e ati bordi. Pra, ju e sheni nga aspekti se si u themelua, prezidentja duke qenë në margjinat e Davosit, aty ju e dini që takime mes liderëve të mëdhaj mund kjenë edhe jo formale, pra. Ambienti është i tillë që i bën takimet edhe jo formale, komunikimet më të lehta, më pa formalitet. E shini në këtë kuadër, e shini në këtë aspekt se Kosova është gjendur, si të thuash, ka qenë kjo ofertë e qastit, kërkesë e qastit e SHBA-s ndaj Kosovës dhe nuk mund as të hamendësoj, as nuk i lihet kohë të mendoj, apo edhe po të vinte si kërkesë paraprake, do ishte vendimi njëjtë. Kosova shkon pas SHBA-s, në çfarë do aspekti, pas një dilem. Pas një dilem, do më thonë, nuk kam dyshim që shkon. Mund mendoj, ma shumë ne du të ashtrojmë pezam edhe qytetarët, po dhe ata që janë të mandatu me kushtetut dhe ligjë dhe me votë qytetare, me diskutu i den, a ka pas debat më ranë shumë mes organeve qendrore, sepse e keni pa, disa atje janë përfaqësu me kryeministë, disa me shef shteti. Punim ramë Shqipnia. Atje me kushtetut e kanë, Presidenti Republikës për kompetencat, si pas kompetencat që kanë, i autorizon kur bëhet fjallë për aleancët territorë dhe kështu me radhë. Te ne, dihet, do në thotë kush ka bën. A ka pas debat më ranë shumë, sepse ajo marrëveshja do me ratifiku në të ardhmen në kuvend që ka implikime financiare, sepse kështu është standardi. Me gjithë Davos ishin dhe kryeministri, nisja jashtë me besoj. Do në thotë qëfar, kjo është ma shumë neve, duhet mëna, se nëse do ne përashtu, me shiku me përpara Rugova, kur ka shku aty në djesë post, nësë kena qenë shtetë dhe i ka taku gjithë krete shteteve në të soj kohë, mere shikonin do në thotë vizitat, para lufte dhe mas lufte. Ashtu nuk këshyrin gjona, se ka qenë një kontekst tjetër në ndërkombëtar. Ne duhet me u kujdes për do në thotë, a ka qenë e shqyhretshme që të popli, mënyra shkuri sa tje, a ka pas konsultimet më nashme, debatet më nashme, do më honë, mes organeve shtetërore, sepse ti heshtje të azon të strukturave të ekzekutivit për një diçka që nesër mas nesër, se ato nuk në të vjërë... Për kon ratifikim, pra. Po, pra, nuk më me ma, djetë që kush e bënë. Dhe për dirisa, presidenca e paraqiti këtë si një akt